Protesta e ditës së dieshme ka marrë një tjetër dimension, teksa qindra protestues vendosën të mos largoheshin nga bulevardi përballë kryeministrisë. Me flamuj kombëtar, pankarta dhe thirrje kundër qeverisë, ata e kaluan natën në bulevard duke shndërruar protestën në një demonstrim të pazakontë qëndrueshmërie. Për herë të parë që nga fillimi i protestave, qytetarët vendosën të qëndrojnë gjatë gjithë mbrëmjes së të shtunës, duke i zbardhur mëngjesi së dielës para kryeministrisë, teksa kanë deklaruar se mobilizimi do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Në bulevard u dëgjuan vazhdimisht thirrje kundër kryeministrit dhe qeverisë, si Rama jep dorëheqjen, ju erdhi fundi, Rama në burg dhe je i rrethuar. Një nga sloganet më të përsëritura gjatë mbrëmjes ishte edhe mesazhi drejtuar kreut të qeverisë, je i rrethuar, nuk e për të shpëtuar. Protestuesit deklaruan se nuk kanë ndërmend të tërhiqen pa u plotësuar kërkesat e tyre, ndërsa disa prej tyre paralajmëruan se protesta do të vijojë edhe në ditët në vijim. Një rol të rëndësishëm në mobilizimin e kësaj proteste ka patur edhe diaspora shqiptare. Qytetarë të ardhur nga Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Greqia dhe vende të tjera ju bashkuan protestës ditën e djeshme në Tiranë, duke marshuar krah për krah me protestuesit që prej javësh janë bërë pjesë e këtij tubimi. Pjesëmarrja e lartë dhe vendimi i protestuesve për të qëndruar në shesh edhe pas përfundimit të fjalimeve është parë si një zhvillim i ri në dinamikën e protestës. Ndërsa orët kalonin, qytetarët vijonin të mbushnin bulevardin duke dërguar një mesazh të qartë se pakënaqësia e tyre ndaj qeverisë mbetet e fortë. Diaspora do ta kthejë në shesh, u shprehën protestuesit. Forcat e policisë monitoruan situatën gjatë gjithë natës, ndërsa deri më tani nuk janë raportuar incidente. Protestuesit kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë qëndrimin dhe aktivitetet e tyre në qendër të Tiranës edhe në orët dhe ditët në vijim. Kujtojmë se ashtu si çdo ditë tjetër, edhe marshimi i 21 i qytetarëve nisi nga sheshi Skënderbej, që është stacioni i parë i tubimit për të zhvendosur drejt kryeministrisë tek bulevardi i Dëshmorët e Kombit, por në ndryshim nga 20 ditët e mëparshme ndaloi aty, nuk u shpërnda në rrugët e kryeqytetit. Diaspora shqiptare erdhi natë dhe përmes një autokolone që ka përshkruar kryeqytetet europiane Londër, Paris, Berlin. Ata janë bashkuar thirrjes për një Shqipëri të re që kërkon largimin e klasës politike, dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të Sali Berishës, ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura, ndryshimin e ligjit për investimet strategjike.